Me 27 vota pro është miratuar buxheti I komunës së Tetovës për vitin 2026. Propozim buxheti për vitin 2026 ka vlerën e mbi 44 milion euro, ndërsa rreth 17 milion euro janë për projekte kapitale. Sipas kryetarit të komunës së Tetovës Bilal Kasami, buxheti është më I madh se vitin e kaluar dhe është buxhet zhvillimor. Një buxhet zhvillimor, pra për herë të parë një buxhet që gati gjysma e tij apo diku mbi 40% shkon për investime kapitale, për dallim nga buxhetet paraprake, të cilat më thonë mbi 70 deri 80% ishin për harxime të përditshme, siç janë pagat edhe harximet e regjisë. Pra është një buxhet zhvillimor që parasheh ndërtimin e shkollave të reja, rrugëve të reja, pishinave, ujë, kanalizim dhe gjithçka që ka të bëjë për një qytet më të mirë. Tetova meriton më shumë, Tetova meriton më mirë, prandaj në bashkëpunim me Këshillin Komunal në vitin 2026 do të punojmë që gjithë këto projekte të miratuara në bazë të programeve të cilat janë propozuar dhe kanë kaluar në Këshillin Komunal edhe të buxhetit të miratuar të realizohen me të vetmin qëllim që viti 2026 të përmbyllet me më shumë shkolla, më shumë pishina dhe më shumë rrugë të reja për Tetovën. Kasami sqaroi se janë parapar 200.000 euro për projektin e një rruge tjetër në fshatin Shipkovic, që do të jetë pjesë e rrugës Tetov-Prizren. Për herë të parë Komuna e Tetovës merr hap konkret në drejtim të depërtimit të kësaj rruge. Në bazë të studimit të fizibilitetit është parapar që në fshatin Shipkovic të ketë një qarkore apo një bypass që mos kaloj përmes fshatit, sepse rruga përmes fshatit nuk I plotson kushtet, pra janë ndarë mbi 200.000 euro për projektimin e qarkores dhe për depërtimin e të njëjtës që nënkupton nga hyrja deri në dalje të fshatit Shipkovic. Pjesa tjetër e rrugës nga Tetova deri në hyrje të fshatit Shipkovic është rrugë ekzistuese që I plotson kushtet për destinimin që ka rruga Tetov-Prizren dhe rruga dhe pjesa nga dalja e fshatit Shipkovic deri në hyrje të tunelit, pjesa më e madhe është rrugë ekzistuese e cila do duhet të zgjerohet në periudhën që vjen. Këshilltari nga lista më mirë për Tetovën, Agron Arifi, tha se në buxhetin e komunës së Tetovës për vitin 2026 janë parapar mjete për rrugë të cilat janë realizuar gjatë fushatës zgjedhore. Investimet që janë bërë gjatë fushatës zgjedhore tani do t'i paguajmë ne në buxhetin e vitit 2026. Pjesa tjetër është se vazhdojmë të kemi punësime me kontratën e komunën e Tetovës. Është një sumë gati 570.000 euro, e cila nëse akumulohet total nga kjo udhëtësi I bie afër diku 2.5 milion euro të qytetarëve të komunës së Tetovës, janë shpenzuar për kontratat e militantëve të partijak. Për fat të keq, duke marrë parasysh mënyrën se si funksionon shumica në Këshillin e Tetovës, përgatita vetëm një amandman. Ajo kishte bëje me fushën sportive të gjimnazit Kiril Preqinović. Për fat të keq, amandmani im nuk u pranua. Gjatë seancës së sotme, këshilltarët e koalicioni Aleanca Kombëtare për Integrim kanë drejtuar akuza se edhe në vitin e ardhshëm është parapar një buxhet I madh për punësime të cilët I cilësuan si punësime të militantëve partijak. Megjithatë, Kasami mohoi se në komunën e Tetovës tha se askush nuk merr rrogë duke qëndruar në shtëpi. Po ashtu këshilltarët e AKI-s kërkuan që komuna e Tetovës të ndajë mjete edhe për rrugën në fshatin Gajre, të cilët theksuan se është lënë në hares dhe ajo rrugë është në gjendje të mjerueshme.